Për shumë vite isha në një pozicion që nuk zgjidhja veten nga frika e vetmisë, e braktisjes dhe ronja për të tjerë. Por sot këtë video po ta bëj të them që mos je dhe ti ai person që ka dhënë shumë dhe nuk ka marrë asgjë ose pak nga të tjerë dhe qëndron në mbledh dhe ka frikë të vënë kufin të shëndetshëm mos u mbasi të tjerët. Dhe këtu dua të të them që Berkshire, mësuesi, ai që ka nxjerrë metodën sistemi pajësit, që unë i them transformues 333, thoshte gjithmonë. Njerëzit më në mjerim, që quajnë veten më pa fat, janë ata që dhanë dhe nuk morën nga të tjerët. Dhe qëndruan në pozicion duke pritur. Prandaj dua të më shkruash dhe të komentosh dhe të komunikosh bashkë të mua në numrin 0030 699 321 46 37 në Telegram, WhatsApp dhe në Viber, në qoftë se edhe ti komento jenë në këtë pozicion, ke dhënë shumë dhe je akoma në mjerim ose në mbledh në urrejtje dhe pret nga të tjerë. Qoftë këta edhe njerëzit më të dashur. Dhe në qoftë se do të dalësh nga aty ku je dhe nuk e ke arritur deri më sot, me përvojën time personale, me metodat e ndryshme dhe një nga metodat më të fuqishme, sistemi përfaqësik transformues 333, duke që në vendin tënd, me hierarkinë tënde mund të ndihmoj dhe me praktika të ndryshme, me këshilla të ndryshme që të arrish atje kudo dhe të vesh në vend të parë veten tënde. Nuk të them që është rrugë e lehtë, por është e mundshme sepse e kam arritur unë. 95% nuk mund të them akoma 100%, sepse shpeshherë thjesht është pak e vështirë. Do të thënë, atë që se kam arritur deri më sot është vetëm me fëmijët e mi 100%, por prapë kam arritur shumë gjëra. Më shkruaj nëse do të arrish këtë, dhe për terapi private nëse je interesuar, dhe për terapi në grupe, por më të shumtën. Dhe para të parave është të mësosh kush je, potencialin tënd dhe të bësh analizën e kontratës të shpirtit para se të zbrisë në tokë, vetëm me ditën e lindjes. Për çdo gjë ka zgjidhje, por ti a do jesh zgjidhja jote? Ju dua shumë, ju përshëndes.